Qendra për Kulturë në Gostivar po finalizon përgatitjet për edicionin e dytë të festivalit Goca e Tivarit, i cili do të zhvillohet këtë të premte. Drejtoresha e Qendrës për Kulturë në Gostivar, Faria Adili, theksoi se ky festival, që tashmë është bërë pjesë e rëndësishme e jetës kulturore të qytetit, ka lindur nga dëshira për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë muzikore shqiptare përmes legjendës së njohur që lidhet me emrin e Gostivarit, Goca e Tivarit. Ky emër simbolik mbart në vetvete frymën e një rrëfimi që bashkon historinë, artin dhe shpirtin qytetar të vendit tonë. Thot ajo dhe shton se përmes këtij festivali dëshirojnë të përcjellin mesazhin se arti, muzika dhe tradita janë urat që lidhin brezat dhe qytetet, duke mbajtur gjallë kujtime dhe emocione që bashkojnë. Ky festival i mrekullueshëm dëshënoi një moment të rëndësishëm për ne, pasi që do të hapë sëri aktivitetesh që synojnë ta bëjnë këngjarje një traditë shumë vjeçare, duke sjellë një atmosferë të veçantë, kulturore dhe artistike për të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë edicion do të marrin pjesë artistë nga vendi dhe rajoni, ndërta kosovarja këndon nga Ferizaj, ansambli Dardanus nga Tetova dhe shoqëria kulturore artistike Besa e Gostivarit, të cilët do të sjellin një program të pasur muzikor me këngë që ndërthurin nostalgjinë, dashurinë dhe frymën e vendingjes. Programi festiv do të nisë në orën 20. Ndërkohë, në kuadër të festave të nëntorit, Qendra për Kulturë në drejtimin e drejtoreshës Faria Adili do të organizojë një sër aktivitetesh kulturore për të shënuar 22 nëntorin, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe dhe 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar. Manifestimi do të përfshijë programe artistike, ekspozita, koncerte dhe promovime, duke kthyer nëntorin në një muaj të pasur me ngjarje që mbajnë gjallë identitetin kombëtar dhe kulturor. Qendra për Kulturë në Gostivar fton të gjithë qytetarët dhe dashamirësit e artit të marrin pjesë në këto ngjarje për të ndarë së bashku emocionet, krenarinë dhe dashurinë për kulturën e përbashkët shqiptare.